dëgjoni me as për besën, nuk do t'ishte nevojshme të thirrje nga kanuni. Nuk do kishim ndoshta as protest. Por më kujtohet tu isha para disa kohësh me miq të huaj, pjesë e hetimeve të rëndësishme në Bashkinë Evropiane, një pjesë tjetër me Shqipërinë. Njëri prej tyre më tregon një episod shumë interesant se cili është raporti i vjedhës i Hajdutit me ligjit. Para pak kohësh arrestuam një zyrtar shumë të lartë, të dyshuar të akuzuar për korrupsion, për vjedhje. Dhe sa po i vëmë të Bashkimit Evropian? Po, në një vend rëndësishëm Bashkimit Evropian. Ja di me emrin apo? Natyrisht që po, për arsye etike nuk e themi. Për çështje etikës po bërë mandim emrin, por veprimin. Dhe në moment që i vëmë pranga dhe futën makinë aty shpëtoi shurrat. Është e vërtetë kjo, nuk është kështu. Jo, erdhi që është razi surprizë. Do të them me këtë, do të them që kur i shpëton shurra Hajdutit nga prokurori dhe nga ligji, dhe nga gjykata, atëherë kjo është episodi që ndan demokracinë nga diktatura. Këtu te ne dashur miq e shok të Spakut edhe të jurisdiksionit të përgjithshëm prokuror gjyqtar. A ju shpëton shurra ju nga Rama apo Rama prej jush? Këtu ndahet kjo mesele. Rezultatet na flasin për keq deri tani. Kur fillojnë në kërkuarën e 6 muaj tjera për Ballukun. Balluku bën selfie në gjithë Shqipërinë, në parti, në qeveri, në dhënie bereqete shtendra, dhe ç'bën varësi Ballukut kryeministri Rama? Shkon edhe nxjerrë dokumentet e historisë Besa. Është një dredhi sa leksikore, aq kanonore, aq zakonore, duke tentuar që gjoja kjo fjalëmbajtja Besa shqiptarët është edhe delikat ky hulumtimi rreth institucionit të Besës, se kërkon diçka për të mos bërë një gjë apo për të bërë diçka. Për të mos bërë edhe nëse duhet bërë. Pra është një marrëveshje, një kohë, një leje. Çfarë përfiton Rama, kohë apo sepse që ai përdor metaforën, e përdor të gjithë elementët për të pasuruar. Unë shoh dy gjëra këtu. Rreth parë edhe një përpjekje për të fituar kohë. Sa po ai të bind të pabindurit, të blejt pa blerit e deri tanishëm. Po Spaku më vetë ka këtë blej. Por njëkohësisht nuk është vetëm Spaku. Nuk është vetëm Spaku. Ka blerë nga Spaku në gjykata, nuk ka Spak. Mos kujtojnë se kemi shenjtorët atje ne. Ta harrojmë këtë histori. Por ka edhe diçka tjetër. Ka i kërkon të lidh besën ortakëve të tij të marrëveshjeve, të dosjeve, të lidh besën me incineratorët, me Sinaloan, me Ndragetën, me Arubën. E ka këtë presion. Ajo është presion i padiskutueshëm, i reflektuar edhe në tendrat që kanë marrë grupet kriminale që i kanë profesorët e tyre në burg. Që vazhdojnë të marrin. Edhe Beqiri ka marrë tender. Edhe ai që është arrestuar në Greqi në dosjen Aruba ka marrë tender. Edhe po të marrin grupet kriminale të trafikut kokainës, në harkun e një viti kanë marrë 100 milionë euro tendra. Edhe pas shpërthimit të protestës thua. Edhe pas shpërthimit të protestës. Edhe pas arrestimit të tyre që janë në burg. Edhe pas akuzave të rënda për tonelata trafikut kokainës. Pra, kjo para e lejuar për të pasuruar prej tij dhe e firmosur për të pasuruar prej kryeministrit e Tiranës. E di fesë vërdall sa të duash aty. Ai nuk mund të thotë jo atyre. Pra kjo është besa thua. Dhe ai po kërkon besë prej tyre. Për çfarë arsye kërkon? Që mos avlasin? Që ata të mos pendohen dhe të shkojnë në të sënës se çfarë kanë bërë për të rrëfehen tek organet e drejtësisë, se çfarë kanë bërë me të dhe për të. Dhe për miqtë e tij, vendazet huaj, se u kanë bini këtu se çdo i huaj që mbështetet i Ramën është i korruptuar, o kërkon destabilizimin e Shqipërisë. Nuk ka arsye tjetër. Ndërkohë, pas analizës që i bëre Besës, sipas Basirit, i cili është i informuar, dhe sidomos pas thënë gjë interesante se në fakt e kam dëgjuar disa gazetarë ose edhe njerëz të tjerë pranë atyre që kanë shkelur pranë Spakut, Marashi do ta di këtë gjë, përgjithsisht ndjesia që përftohet, sado trim ti jesh dhe sado. E shohim këtu dhe përputhjen e asaj te Eurodoputetit çek që familjarët e Tiranës duke quar para jashtë. Kjo dhe në tendri dhe shumë të tjera. Kush janë? Ne kemi përmendur bashkërisht njerëz dhe familjes që çojnë para jarë o dyshohen për gjatë tillë, është Rama, bashkëshortja, vllai, edhe thjeshta që është pjesë e këtyre pjesëve të arkitekturës së projektit. Unë pres me interes në fakt reagimin e eurodeputetit sepse Rama indirekt, jo drejt për drejtë nëpërmjet Igli Hasanit i ka kthyer përgjigjen, jam e bindur që ai është informuar edhe nga kolegët tanë gazetarë. Sepse edhe për ta mbyllur sonë, është një fjali që duhet ta ritheksoj. Ma thuaj. Në 80 e kam thënë këtë dhe do ta përsëris shpesh të mërzitet kush të doj. Në 80% të përgjimeve të Sky Anchor ku flitet për trafikun e drogës, në 80% flas për emrat në masën 8% të përmendur janë Edi Rama, Taulant Ball. Këtyre 80% që ti kërkojnë besë ata. E qartë. Jo shqiptarëve, se me besë që shqiptarëve kanë marrë punë këta, i kanë shuar, gjysmën e kanë degdisë jashtë. Protagonizmi i Taulant Ballës në këtë periudhë është i dukshëm, është njeriu që ka marrë përsipër. Sepse hallet e tij penale, drejtësisht janë të dukshëm.
Ata që i dinë, se Spaku akoma s'na ka bërë prezent. Ndërkohë, për të vijuar me logjikën, që e tha edhe me të drejtë Basiri, që Edi Rama vijon, pavarësisht gjithçkaje, vijon në mënyrën e tij, po në mënyrë kokfort, arrogante, në shkeljet kushtetutës, sot Edi Rama ka ndërmarrë një hap i cili ka hapur një seri pikpyetjesh përse një procedurë